Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën e ish-deputetit socialist Jurgis Qyrbja për gjykim të shkurtuar. Qyrbja i arrestuar në 20 tetor 2024 akuzohet për 3 vepra të rënda penale: korrupsion aktiv në zgjedhje, përkrahje e autorit të krimit dhe nxjerrje e sekretit hetimor. Sipas dispozitave ligjore, procedurat e shkurtuara japin mundësinë të përfitojë një ulje të dënimit me 1/3 nëse akuzat e ngritura nga SPAK vërtetohen. Seanca e radhës është caktuar me 20 tetor në orën 13, ku prokuria e posaçme do të jap konkluzionet përfundimtare lidhur me dosjen e kaluar për gjykim e 15 shtator. Sipas hetimeve, Qyrbja dyshohet se ka pasur lidhje të drejtpërdrejta me të shumë kërkuarin Altin Hajri, të cilën e ka premtuar mbështetje dhe ndikim në këmbëdim të sigurimit të votave. Në këtë skemë janë përfshirë edhe persona të tjerë, mes tyre Ahmet Masha, i arrestuar bashkë me Qyrbjen, ndërsa Hajri vijon të jetë në kërkim me akuza të rënda mbi rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës në vitin 2020. Jurgis Qyrbja, i cili ka shërbyer si deputet i Partisë Socialiste në 2 legjislatura dhe dorëheqjen e tetor 2024, pak ditë para përfundimit të hetimeve të SPAK, tashmë ai përballet me drejtësi një proces që pritet të tërheqë vëmendjen publike për shkak të ndërlidhjes së akuzave të korrupsionit me element të krimit të organizuar.